Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me ecurinë e procesit të integrimit evropian, duke deklaruar se Shqipëria është drejt një momenti të rëndësishëm në negociatat me Bashkimin Evropian. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama u ndalë të deklaratat dhe kritikat e bëra gjatë muajve të fundit për procesin e negociatave, duke thënë se parashikimet për bllokim apo ndëshkim të Shqipërisë nga Bashkimi Evropian nuk rezultuan të vërteta. Thanë negociatat u bllokuan, thanë Shqipëria u ndëshkua, thanë Evropa u zgjua dhe narkoregjimi u zbulua, u lëshua në për Europë me thas balta e llumi për të zgarravitur Shqipërinë në sytë të huajve, shkroi Rama. Kreu i qeverisë tha se sipas tij, pavarësisht kritikave dhe kundërshtimeve politike, Shqipëria ka vjuar përpara në rrugën e integrimit. Humbën përsëri dhe Shqipëria përsëri fitoi, u shpreh ai. Rama njoftoi se më 26 maj në Bruksel pritet të zhvillohet konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE, të cilin e konsideroi si momentin që vulos përfundimin e fazës hyrëse dhe kalimin në fazën përmbyllëse të negociatave të antarësimit.